Në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov janë hapur konkurset nga burimet njerëzore për pozitat infermier dhe mjek specialist. Drejtori i spitalit Hilmi Shala thot se hapja konkursit është nevojshme dhe se repartët që aktualisht kanë mungesë të specialistëve do të mbulohen me kuadro të rinj. Pas nevojave që i kemi, i vendosim edhe në plan të punës nevojat për mjek për gjitha profilet. Kemi pas konkurse edhe për qendrën e hemodializës në Raves, ku siç dihet nga janari 2026, ajo qendër do të kalon në përgjegjësinë e Spitalit Gjakovës dhe kemi pas nevojë atje që të rekrutojmë disa infermierë dhe profile të tjera. Pastaj është konkursi për mjek specialist për Spitalin Gjakovës, janë dikon 18 pozita profileve të ndryshme që mendojmë të rekrutojmë pranë spitalit tonë. Kjo për arsye se pritet tash një kontingjent i madh i specialistëve të rinj që të vinë të përfundojnë specializimin dhe një pjesë e tyre jam i bindur që të kyçen në spitalin tonë. Shala thekson se edhe konkursi për pranimin e infermierëve është i domosdoshëm dhe i qelluar për funksionimin e spitalit. Derisa punësojmë mjek specialist, duhet të punësojmë edhe infermier me normat shëndetësisë është 2 infermierë duhet jenë për 1 mjek. Ne këto nevoja i parashojmë me kohë, domethënë i kemi plan të punës. Pashtu shtohen edhe shërbimet të reja, duhet shtohen edhe infermierë. Për tani do të rekrutojmë 10 pozita të infermierëve, disa janë me bachelor, domethënë disa në shkollët mesme. Për vitin 2025 mendoj që do ta përmbyllim planin e burimeve njerëzore ashtu siç e kena planifikuar në fillim të vitit. Sipas tij, pranimi i infermierëve dhe specialistëve të rinj do të rrisë përkushtimin profesional dhe nivelin e shërbimeve shëndetësore për pacientët në Spitalin Isa Grezda në Gjakov.